Themi se ngjan pak me mbrojtjen banale të dikujt tjetër në fakt që akuzohet për abuzime me fondet dhe dëgjojmë për vizionin e tij për universitetin bujqësor, po ikim nga Teva, nga thelbi Muka dhe Xhixho. Flavio, është skandal të shikosh një rektor në një situatë përballë një partie, t'japi llogari përballë një partie, kjo është, nuk e di çfarë them, jetojmë në vitin 2025 apo jemi në vitet 1950, 1988. Është tragjike, tregon edhe një herë për gjendjen ku jemi me universitetet, tregon për përfaqësuesit e universiteteve, pra drejtuesit, të cilët sigurisht që i kanë bërë një dëm shumë të madh universiteteve, sigurisht që i kanë bërë një dëm shumë të madh reputacionit. Nuk është reputacioni që nuk është si thua ai që po ndodh sot që po shkakton një problem me universitetin austriak, është pikërisht veprimi këtyre individëve, njerëz të cilët e kanë parë universitetin si një ambient për të vjedhur, për të plaçkitur, ndërkohë që universiteti duhet studiojë vjedhjen, duhet studiojë plaçkitjen, duhet krijojë mekanizma dhe të ndërtojë të rinjt që të jenë të denjë për shoqërinë. Dhe pikërisht kanë këto figura që edhe kur flasin ju dridhet zëri, sepse e kuptojnë shumë mirë atë problematikën që po përfaqësojnë, janë duke edhe sot kur e dëgjoj që thonë që do na njihen diplomat nga Universiteti Austriak, gënjejnë tërditën. Universiteti Austriak ka një website që ka ndërtuar për këtë bashkëpunim, ata japin këshillim, pra japin plane konkrete se çfarë duhet bëjë universiteti që të ngrejë nivelin e studimeve, por jo njësimin e diplomave, sikurse trumbetohet nga një propagandë që ka tashmë 34 vite. Dhe ka ardhur koha që ne të fillojmë të mendojmë për universitetet, që të fillojë ky veprim i shtetit prej drejtësisë, jo vetëm me këta 24 profesorë, dhe sigurisht që unë pas dhe 1-2 emra që i kam respekt sepse kanë si thua ngritur shumë zërin për vettingun akademik, për plagjatyrat e tjerë. Dhe ka ardhur koha që ne të fillojmë një drejtësi në të gjithë shkallat e universiteteve, ke skandal